Një pyetje e radhës, doktor, thotë kështu: në shtetet demokratike ka ligje sekulariste, thotë siç është në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, ka ligje për familjen dhe nuk mund të zbatohet shariati. Si duhet thotë realizuar në ato, do të thotë në ato vende, normat shariatike? Shifre ti i dashur, apo e dashur, kush e ka pyet këtë pyetje? S'ka emër. Me këto komente tona, jetën në Koran, këtë emision të bereqetshëm inshallah, po nuk po thrasi me ndryshu shtetin. To ligjëratat, apo këto këshilla të udhëzimet akademike, fetare, koranore, fillojnë nga individi. Prandaj, nëse jeti individ i thjesht, një banor i thjesht, si une, ti e ki për obligim familjen tënde me praktiku këtë shariat. Ti e obliguar shtëpinë tënde, vetë personalitetin tënd me praktiku këto bazat e shariatit. Dhe nuk obligohesh me dalë në shoqëri dhe me bo kredina, dhe me bo demonstrata, dhe me publikua, me bo trazira, po du shariat. Kush është në nivel të ministrisë dhe të qeverisë, ai obligohet me këto këshilla, duke u këshilluar të gjithë dhe të rangut lartë të udhëheqësave qeveritarëve, ata që kanë në forcë qeverinë apo pushtetin, po, ka shtet edhe pushtet, e shtetit dhe rregulla, po pushtet ata cilat i kurdisin këta ligjet, ata kanë për obligim të thotë me mendu nëse dëshirojnë për një jetë mirë. Ashtu si po lyp shariati. Prandaj, diskursi fetar, të fjalë, do thotë se cili e merr atë sipas rangut të tij, ku Allahu ja ka qitë. Nëse je baba i thjesht, ti obligohesh në ato mundësitë e tua, rrethanat e tua. Nëse je një nën anvise, domethënë që edukohesh për fëmijët, ti me ato mundësitë e tua në shtëpi, ti praktikon shariatin, çka po flas. Po nëse je mësues apo mësuese në shkollë tani, me ato mundësitë e tua ti e praktikon këtë shariatin, duke i mësuar nxënësat që mos gënjejnë, mos mashtrojnë, vinë pastër, vinë të edukueshëm, vinë do thotë mos të shkatrojnë bankat, mos të shkatrojnë karikat, po mos ta hodhin ushqimin, po le ti prejnë thonjt, le ti lajnë dhëmbët, i mëson këtë gjanat primare, esenciale, cezë atë, edhe nuk ka nevojë me thonë që do thotë me shariatin, me islamin mi frigu ata. Po ti e prezanton atë bukurinë islame me këto fjalë, me këto këshilla. Po nëse je tash mësues, çka tash arsimtar, je çka? Mjek, punon në sallat operative mjekësore, po, edhe aty. Po, çka ka pengesë nëse ti e merr gërshank dhe briskun me bismillah para se me bë operacion? Çka ka problem që nëse ti hin me abdes në sallë që me pas ky operacion, ky pacient, me pas bereqet në durë tua? Çka ka problem këtu? Asgjë nuk ka. Po çështje karakteristike personal dhe po praktikon shariatin, me thonë, i duke bo një revolucion të heshtur. I apesh mësim tjerëve, pa fjalë, pa telash. Po nëse je, që tha që qeveritar, një politikan tash, kryetari komunës, ke mbledhje, po, çfarë pengese ka nëse ti du gjatë mbledhjes nuk ka me pi duhan? Po, nëse ju lutem atë me pas parasysh pastërtin, ju lutem me pas parasysh dhe me thënë zhurmën, mos me bë zhurmë, respektin, po, ndaj njëri tjetrit, mos flasim pa pikë pa presje, mos flasim fjalë dyta, mos flasim fjalë, edhe më thënë çka nuk na ka hije neve. Çka ka pengesë kjo? Thënë krejt islame, krejt shariatike, krejt kuranore. Prandaj, kështu praktikohet feja islame në çdo sferë, sipas rangut të çdo person. Obligimet e mia në universitet, ndaj studentëve, se si e praktikoj, kam obligime tjera, se si e dashuroj islamin tek studentët, tek publiku. Prandaj, nuk është lehtë sot me folë për fenë islame, se është, do të thonë, një çështje shumë me përgjegjësi të madhe. Për që të ka thënë Allahu në Kur'an, ud'u ila sabili rabbika, thirr në emrin të Allahu xhalla shanuhu bil hikme, me mençuri, wal mau'izati al hasana, edhe me këshilla të mira, dhe gjithmonë polemizo çka është më mirë. E sot shumica që po na dalin për flasin edhe për fenë, po nuk po din këtë bukuri të fesë me qitë para publikut. Po
O, ti je dai, ti je hoxh, davet je të bo. Çka do të thotë? Ti je sikur se ke shku me thirrë një njeri në darsëm, ke darsëm në shtëpi, e ke shku tani me thirrë, e jari darsëm time, o jo dasmor. Me mag, e je shu darsëm. Nuk ki të drejt me përdor fjalë të rënda për ata që je thret në darsëm. Me fjalë më të bukura i organizon ato letrat, e selamin, e dashurinë, e respektin, ardha juaj na gëzon pa mas. Edhe kështu duhet na me bë davet për fenë Allahu xhaleshanu. Me fjalë të mira, e me dituri, e me kualifikime, e jo si po shohim tani kohët fundi që ne kanë dalë disa jo të kualifikuar, e jo të përgatitur shkencërisht, as fetarisht, as moralisht, e me dalë dhe me njollos edhe këtë fetë të madhe, të bukur e të hishëm. Besoj që isha i qartë në përgjigjen moderatorët.